Territori shqiptar për datën 31 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites në disa zona malore priten vranësira kalimtare dhe rreshje të dobta lokale. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe në relievet lindore mund të ketë zhvillime të përkohshme të vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë I lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi 15 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë 16 deri në 31 gradë Celsius. Durrës 19 deri në 29 gradë. Kavaj 18 deri në 29 gradë. Elbasan 17 deri në 31 gradë Celsius. Berat 18 deri në 32 gradë Celsius. Korçë 13 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë 19 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër 15 deri në 29 gradë. Sarandë 18 deri në 30 gradë Celsius.